Përshëndetje të dashur miqtë e mi dhe mirë se vini në këtë analizë emergjente, në fakt do ta them. Jemi vetëm pak hapa larg finales të madhe dhe pyetja që e vlon rjetin këto ditë të fundit është se kush nga banorët e mbetur brenda shtëpisë së Big Brotherit do të ngjitet në podiumin e finales. Brenda në atë shtëpi kemi Rogertin, Shëndritin, Mirin, Mateon, Brikenën dhe Selina tashmë që është e përzgjedhur si finalistja e parë. Analizat po bëhen gjithandej, hamencimet janë gjithandej, kurioziteti është shtuar në fakt se kush do të ngjitet në atë sken, kush do të ketë fatin që të prek këtë sken gjigande dhe pikpyetje të mëdha. Tani televotimi është i hapur. Sot ne do të shkojmë përtej këtyre emocioni, do të shkojmë përtej atij fakti se kush do ta rëmbej këtë triumf. Unë jam interesuar dhe nga ato interesimet e mia që kam bërë me thënë drejtën, kam arritur që të marr shifrat se si qëndron televotimi deri më tani. Sipas të dhënave që unë kam arritur të siguroj, rënditja ka pësuar një tronditje të fortë në 24 orët e fundit, ku kemi një lider që duke që është i palëkundur në fakt, por gara për vendin e dytë edhe për vendin e tretë që do të ngjiten në finale është edhe më e ngushtë. Tani, në vendin e katërt, domethënë sipas votave, sipas përqindjes, rënditet Rogerti. Domethënë Rogerti jashtë nuk ka një fanbase të gjerë të cilët e votojnë, të cilët i qëndrojnë besnik rrugtimit të tij. Megjithatë ka një bazë fansash Rogerti të cilët i ka besnik, domethënë ka të grupin e tij që e preferojnë. Statistikat tregojnë se ai nuk ka arritur që të thith votat e publikut gri, atyre që vendosin në momentin e fundit, domethënë kështu thot statistika. Tani pse ky rezultat për Rogertin dhe pse Rogerti dyshohet që mos mund të jetë pjesë e finales së madhe, gjë që në fakt Rogerti e ndjen këtë gjën që edhe nuk mund të jetë pjesë e finales, është fakti sepse Rogerti ka luajtur një lojë individuale, ka qenë një lojë negative, domethënë ka treguar njeriun e tij jashtëzakonisht të keq dhe kjo i ka dhënë një karakter të fortë negativ në lojë, por në finale mund të ndodhë që të mos të shkon. Domethënë njeriu negativ, edhe pse viteve të tjera kanë shkuar, domethënë ka patur një pamje të qartë që ka qenë për shembull Olta dhe Luizi, ka qenë supozojmë Laerti që nuk ishte i preferuar dhe Gjesti, por ka pat raste që kanë shkuar vetëm divani blu që shkoi vitin e kaluar që ishte Rozana, Egli, Gjesti dhe Laerti, por mund të ndodhë që edhe këtë vit Rogerti të mos të jetë pjesë e kësaj finales, edhe pse unë e di që produksioni do bën të pamundurën që Rogertin do ta ngjitën në podiumin kryesor të finales. Tani, unë mendoj që loja që luajti Rogerti dhe goditja direkte me opinionistët, me banorët, me publikun, sepse Rogerti pati edhe këto goditje direkte me publikun që si të dëshironi ju, çfarë të dëshironi ju, unë jam përsëri i fituar, unë jam përsëri në këmbë dhe unë do të arrij qëllimin tim. Mendoj që këto goditjet e nxorën pak Rogertin nga ajo qetësia e tij dhe Rogerti po humbet. Tani në vendin e tretë për të shkuar për finale sipas votave, pritet që të jetë edhe Brikena. Do të thënë Brikena është vajza e cila nëpërmjet qetësisë, nëpërmjet karakterit të saj të butë, jo debateve shumë të forta, debatet më të forta me thënë të drejtën brenda asaj shtëpie Brikena i ka patur pikërisht në këto ditët e fundit, do të thënë në këto ditët e fundit ka qenë bombastike në atë shtëpi, ndërsa në ditë më parë Brikena nuk është se ka patur debate shumë të forta dhe debate të zjarrta, do të thënë Brikena pritet që të jetë në vendin e tretë dhe pse unë mendoj që produksioni këtu do të luan. Unë them që çifti nuk do të jetë në finale sepse produksioni nuk do ta prek finalen pa Rogertin dhe pa Mirin, pa marr parasysh domethënë si qëndrojnë statistikat, unë mendoj që Rogerti dhe Miri, që të dy janë pjesë e finales së madhe. Tani për faktin pse Brikena duhet të jetë, unë mendoj që Brikena është një kingmaker i kësaj finale. Votat e saj realisht e përcaktojnë fituesin që në këtë rast mund të jetë Mateo,
por dyshimet janë shumë të mëdha që Brikena mund të jetë, domethënë, në vendin e tretë. Tani kush është në vendin e dytë? Në vendin e dytë është Miri, sipas votave, fanbase i gjerë i Mirit janë duke votuar masovikisht që Miri të ngjitet në finalen të madhe. A e meriton? Unë mendoj që Miri ka shkuar në këtë finale në shpinë të banorëve, e nisi lojën me Selinën, gjë e cila përdoret edhe sot, flitet edhe sot, përmendet edhe sot. Krevati i shumë përfolur në shtëpinë e Big Brotherit është komentuar jashtëzakonisht shumë dhe mendoj që këto komente do ta ngrejnë Mirin domethënë e kanë ngritur Mirin në piedestal dhe mendoj që Miri nëpërmjet këtij krevati po shkon drejt finales. A ka patur lojën e tij? Jo, nuk ka patur. Miri është një banor i cili nuk ka treguar strategji. Domethënë është e njëjta gjë si Brikena. Brikena ka shkuar drejt finales dhe ka ardhur deri në këtë pikë nga kureshtja e madhe që shqiptarët kanë patur për marrëdhënien e saj me Mateon. Nuk është se ka arritur nga loja, nga strategjia, për shembull siç e ka bërë Selin. Selina ka qenë më dinamike, ka qenë më dominante dhe ka qenë më e përfolur brenda shtëpisë së Big Brotherit dhe unë mendoj që në këtë rast, domethënë, në këtë pikë që ne po flasim, Miri ka shkuar në shpinë të Selinës dhe më pas domethënë afërsinë që e bëri me Rogertin që krijuan, le të themi, një pol të tyre, por nuk ka patur lojë siç ka patur Rogerti. Tani a meriton Rogerti që të jetë në finale para Mirit? Unë mendoj që po, sepse pa marrë parasysh që ka qenë një personazh shumë negativ, pa marrë parasysh që ka përdorur gjuhën më të ulët, derisa produksioni nuk e nxori me zarf të zi dhe e vlerësoi lojën e tij, dhe Rogerti e thot hapurazi që unë qëndroj në këtë shtëpi me karakterin tim negativ. Unë mendoj që ky karakter negativ duhet të jetë në finale, pasi që vlerësohet në këtë pikë. Dhe më i votuari për finalist është Mateo. Do me thënë, Mateo është banori i cili mban trofeun me votime. Unë mendoj që Mateo brenda kësaj shtëpie tregoi karakterin e djalit të butë, tregoi karakterin e djalit të mirë, tregoi karakterin e djalit njerëzor, pozitiv, me shpirt të mirë, me energji të mirë, dhe mendoj që Mateo e meriton dhe fitoren. Nëse ne do ta vlerësonim fitoren në kulturë, Mateo është shembulli më i bukur i kulturës dhe mendoj që duhet të jetë pjesë e finales së madhe dhe kjo Mateon e bën më të favorizuar. Unë jam i bindur që Mateo do të jetë, por domethënë pikpyetja është mes Brikenës edhe Rogertit. Tani përfundimi i analizës time dhe votave si janë, kjo ishte statistika se si po votohet. Domethënë Rogerti është në vend të fundit i radhitur, edhe pse tek Miri dhe Brikena në fakt janë pak në dyshim. Unë mendoj që Brikena është në vendin e dytë dhe Miri në vendin e tretë, por gjithsesi këto statistika arritëm që t'i sigurojmë. Nga ana tjetër, unë mendoj që në finale shkojnë Mateo, Rogerti, Miri, Selin. Do të jetë për herë të parë që nuk do të kemi një përfaqësuese nga Kosova. Kemi patur shumë banor të Kosovës, por çuditërisht në finale nuk do të kemi. Dhe së dyti do të jetë për herë të parë që do të shkojnë 3 çuna dhe ka shansa që mund ta fiton një vajzë e cila do të jetë Selina. Unë, me thënë të drejtën, Selinën e shoh fituese të këtij Big Brotheri.